të shkallët e humbjes së votave më të vogla. Cila do të ishte pozita e PDK-s sot nëse do të garonte së bashku me Limaj? Unë mendoj që shembulli më i thjesht u pa qartë se për herë të parë pas 15 viteve rikthym Alisheva me ato vota që ka. Dhe është shumë e zërshme, unë jo marrë me politikë gjatë kohë, dhe shumë e zërshme që ti bindesh njerëzit me votu për ty kur si është në listë. Pas janë fare në listë, arriti me pas një rezultat pozitiv. Sikur të ishte në listë, sikur të kishte një strukturë që e ka. Unë mendoj që as zot jetës, qatë 20.000 voçin që administron zotë Limaj, unë mendoj që do ta kishte plus fryma pozitive në bashkimi. Do të ndodhte e njëjta gjë sikur ndodhi me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës fal Vjosa Osmanit në përqindje u ngret dukshëm, se ke lumiri 5 metra. Fal Vjosa Osmanit, thoni. Fal Vjosa Osmanit në përqindje u rrit, sepse nëse shikon matematikisht votat që i ka rrit Lidhja Demokratike e Kosovës, është minusi që ka ndalë nga lëvizja vetëvendosje. A nuk do ta merrte të njëjtin rezultat LDK pa Vjosa Osmani? Ja. Jo, nuk besoj që do ta merrte një rezultat. Ndoshta ndoshta do të kishte një frymë tjetër, po ishte i ndarë bloku, që po thonë këta idiot ose rogovest, ishte i ndarë në dy pjesë. Vjosa, një non Donika Peci dhe kjo grupa e Guxos, Lumiri me këtë pjesën tjetër, një pjesë e strukturat të ma të mëshme në politik ishin edhe stigmatizume, po edhe sabotuse për shkak të këtyre qëndrimeve, dhe unë mendoj që kjo rritje ka me rrit organizimin e DK-ja ka qenë shembull të njëjtë, për organizimin e fushatave ka qenë gjithmonë e mirë.